Mirë mëngjesi dhe mirë se keni ardhur në Vlogmas 2. Unë tani po iki pak në market prap, sepse jam vetëm me portofol në dorë, sepse Axhelo më kërkoi pure patatesh edhe mish. Dhe unë do t'ja gatuaj në drek dhe pse bëra një supë orizi me fileto pule. E kam dhe ato, kështu që e kam për në darkë, e kam gati. Dhe për drek do bëj mishin dhe puren, si që ju thash. Por nuk e filmova supën kur e gatova, sepse po merresha edhe me zjarrin njëkohësisht edhe isha pak e ngarkuar dhe nuk mund të filmoja. Por jam ngritur, kam ngrënë mëngjesin, kam denjur pak, kam pirë edhe cappuccino. Edhe kështu. Këtej është diell koha sot, vetëm se po frym pak erë. Është edhe ngrohtë edhe ftohtë njëkohësisht, se kuptoj. Se harrova t'ju them, sa po vëra dhe disa blerje tek Temu. Disa blerje super dhe pata oferta. Kështu që mezi pres që të më vinë dhe sigurisht që duhet t'rregoj në ditët e tjera të Vlogmasit se çfarë kam bler. Po ik tash te marketi dhe shifemi. Sa po mora një si kjo. Janë disa mushmolla të paketuara. Është 1 kile se këtu. Por që janë shumë të mira në të ëmbla. Do marrë dhe pak karrota sepse më kanë mbaruar. Për pure patatesh do përdor këta. Nuk e di a keni parë dhe ju në market si kjo, por është shumë e mirë. Edhe është fiks si kur e bën vetë. Dhe pse është e paketuar. Jedh një 2 gota ujë në tenxhere, edhe pak gjallë, edhe pak krip. Sa fillon me të zjerë, pastaj hedh një nga këto pakot, ja do ta hap tani që t'ju tregoj. Edhe pastaj hedh duke trazuar, sepse ajo trashet direkt, i hedh edhe pak qumësh, edhe bëhet shumë e mirë. Kjo është kështu me qese. Edhe është për 3-4 persona. Që po pres mishin të mbaroj edhe të nder pak rrobat e zjarit, sepse lavatrit që janë mbaroj, sepse purea u bë shumë shpejt. Sa po ndera dhe rrobat e zjarit, por i kam nderur brenda në nderse, sepse jashtë nga që po punohet edhe bëhen me plura. Edhe mishi me patate është gati. Këtu kam bërë pak djath të kaçkavall të pjekur. Edhe kjo është një salcë, është për mishin, por është shumë e mirë. Kushdo mund ta haj. Tani kemi pak kohë të rri me zjarin. Zjari si kur ka pirë bë 52, ka shumë energji. O jeta ime. Unë duhet të bëj një dush, të laj edhe flokët, pastaj edhe ti do bësh dush. Ja kur të vej ora 8, se është ora 6:30. Në orën 8 e ke mirë. Sa po kam duar dhe çorçafët e dhoma dhe e kam të pastër. Po pres të dali për puthen ta shikoj pastaj.
Jo, ti nuk do shikosh se s'është për ty. I bibi vogël. Edhe pastaj kam për të bërë edhe ca ushtrime shtërvitje për barkun në shtëpi, sepse kam bler një tapet edhe një lastik që është për të bërë ushtrime në shtëpi. Do doja të shkoja në palestër, sepse Angelo është regjistruar dhe ka filluar palestrën. Do doja të shkoja edhe unë, po nuk e di, e kam me dy mendje. Se atë një orë që shkojmë palestër e lija djalin me Angelon, por se është dhe dimër, tash i s'ke qa bën fare. Por se di, mi shkulle flokët. Edhe nuk mendoj se të shkoj. Për momentin këtë mendje kam, më vonë nuk e di të shikoj. Unë sa po bëra një dush, dhe tani do përdor këtë vaj argani. E kam bler këtu dhe është shumë i mirë. Ka një super air. Tani do bëj flokët para se t'i thoj, sepse është shumë i mirë. Tani pata pak kohë, sa vura zjarri në gjumë, edhe pastaj do shkoj të fle vetë. Sa po i mbarova dhe me të tharë, shkoni se kam filluar të më shkëlqejnë. Ka të bëj edhe shampo shumë, jam duke përdorur një shampo amerikane që kam porositur tek Sephora, sepse Sephora këtu nuk e kishte. E bëra porositë e dyqani edhe vajta e mora fizikisht pas 3 ditësh që kishte ardhur. Edhe jam duke përdorur atë, kam gati 2 javë, por shumë e mirë, ta mban edhe flokun shumë të butë. Dhe thoja që në datën 5 dhjetor unë do hap një mask floku që e kam bërë vetë, pra e kam vullosur në një vazo. Edhe në datën 5 dhjetor ajo bën 40 ditë e vullosur dhe nuk e di ende se si e kam pritur, që kam 40 ditë që e kam bërë. Është me rozmarin dhe me alkool etilik. Edhe vendoset në një vazo dhe mbahet për 40 ditë dhe është për flokët që do t'i dëndësojnë, për shembull kujt i ka rënë floku, ose unë vuaj për shembull nga kjo pjesa këtu poshtë, floku kur më zgjatet, hollohet pjesa poshtë shumë. Nuk e kam shumë të dëndur si është lart, dhe pse nuk është shumë i dëndur është normal, sepse tani duket pak i fryrë nga tharësja. Ajo është një maskë shumë e mirë, mua ma ka thënë një person i afërm edhe kam parë ndryshim tek personi në fjalë, edhe do doja ta provoja vetë dhe ndaj po ndaj edhe këtë me ju, nëse edhe ju doni që ta provoni, pse jo. Por gjithsesi do flasim më gjerë rreth kësaj maskës në datën 5 dhjetor, kështu që kur unë ta provoj në flokun tim, kështu që deri atëherë kemi kohë edhe 3 ditë. Ndaj tani unë do fle, por para se të fle, po vendos edhe këtë kremin. Është një krem korean, është bërë shumë viral në internet, edhe unë doja që ta provoja vetë. Dhe më besoni është shumë i mirë. Ky është me oriz, edhe është edhe me SPF. Është dhe për ditën edhe për natën. Është shumë i mirë.
Edhe kur e vendos në lëkurë është shumë i butë, sikur s'ke vendosur asgjë. Edhe ja vlente. Këta lë pak me shkëlqim lëkurën. Nuk ta mban fare të thatë. Dhe është shumë i mirë. Nuk do ta ndroj më, sepse ngela duke ndruar, kam përdorur të La Roche, të CeraVe, kam përdorur të Uriagit, të Aven, që kam përdorur tjetër. Kam përdorur të Nivea, sa ka qenë e lezetshme, dhe pse e lirë, ka qenë e lezetshme, kurse të La Roche se kam pasur më të shtrenjtë. Tjetër krem se më mund të kem përdorur, kam përdorur serume të Nux. Shikoni pak se sa të pastër ta bën fytyrën, edhe është shumë e butë, më besoni. Tani mbaruam, edhe kjo ishte edhe dita sot, dhe nesër uroj që të dalë në një xhiro, se kam 2 ditë pa dalë, vetëm kam shku në market. Të fillit janë koha më xhelos tani. Për të gjithë ju që jeni të ri në kanalin tim, e ju përqafoj të gjithëve, ju lutem të më bëni like edhe subscribe, edhe do të shihemi në vlog mas 3. Ju pafshim!